Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, falëndrimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Falëndrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atij i cili sheh kur askush tjetër nuk të sheh ty. Atij i cili i dëgjon edhe rrahjet e zemrës. Falëndrimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atij që e di edhe tradhtinë e syve edhe atë se çka e fshehin krahrorët. Salavatet Selamet ja dërgojmë zotërisë e pejgamberve, vullës pejgamberike, më dashurit ton, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit Allahu na bëf prej tyre. Robert Allahut. Sot nuk do të flasim diçka në lidhje me njerëzit. As nuk do të flasim diçka e cila ka të bëjnë lidhje me dynjajën të cilën jemi duke jetuar. Aja që kam përzgjedhur për me folë sot para juve këtu, ka të bëjë me Allahun subhanahu wa ta'ala, me takimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Tha Allahu në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët e keni besu Allahun subhanahu wa ta'ala, friksojeni atina, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë, edhe mos vdesni ndryshe. Mos ja mundsoni vetës juve me vdek ndryshe, vetëm se duke qenë musliman në fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Takvaja vëllezër nuk është vetëm frikë. Takvaja, devotshmëria të cilën ne e kemi në fenë Allah nuk është vetëm frika, por se është vetdia e vazhdueshme të cilën ne ja bojna vetës tonë se Allah subhanahu wa ta'ala na sheh në çdo moment. Takvaja është kontrolla e vetës. Kur ti e merr veten tonë në kontroll, edhe kur e din se askush prej njerëzve dhe prej robërve të tjerë nuk është duke të pa ty. Por se e din se ki Allahun subhanahu wa ta'ala lart. Takvaja është zgjedhja e së drejtës edhe kur është e vështirë. Që kjo është takvaja e vërtetë. Kur ti je në një gjendje me zgjedhje mes dy gjërave, me zgjedhjen të vërtetën edhe atë kur është e vështirë për ty. Tha Omer ibn Khatabi, pasoj rrugën e drejtë. Thuaje të vërtetën edhe nëse këtë njerëzit e tjerë janë kundër teje. Edhe nëse këtë tjerë qohën kundër teje, ti thuje prapa ato të cilën të ka urdhëruar Allahu edhe të ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Rajab al-Hanbali Allahu mëshiroj thotë se takvaja është të vendosësh mes vetës edhe dënimit të Allahut një mburoj ndaj bindjes tina. Mes vetës tënde edhe mes harameve epsheve të kota, ti me vendos devotshmërinë të cilën e ke për Allahun subhanahu wa ta'ala. Me vendos devotshmërinë takvajën si bindje e plot ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllazër, si të dalësh para Allahut subhanahu wa ta'ala kur e din që e ke tradhtu amanetin e tina? Cili është amaneti i Allahut? Amaneti i Allahut është libri i tina
edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë gjendje, me çfarë përgjigje ki me dalti para Allahu subhanahu wa taala, edhe e din që nuk e ke qiu amanetin e tij në vend, edhe e din ti sakt se nuk e ke përmbajt urdhat e Allahut, nuk e ke përmbajt sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ditën kur të pyet ty Allahu se çka ke boti me librin tëm, cila ka më kon përgjigja jote. Në ditën kur të pyet Allahu subhanahu wa taala se çka ke bo me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila ka më kon përgjigja jote. Në dunja këtu me njerëz na mujna me gjetë lloj-lloj arsyetimi, lloj-lloj justifikimi mujna me gjetën. Por se para Allahu subhanahu wa taala gjithçka do të jetë haptas. Sepse secili prej neve e kena nga një melek në krahët e tonë që e shkruan çdo fjalë të cilën e thojna, çdo vepër të cilën e bojna. Andaj përmbaju këtij amaneti me cilin të ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Waqifuhum innahum mas'ulun." Edhe ndali ata sepse ata kanë më marrën pyetje. Por kanë fjalë për gjithë njerëzit. Për gjithë njerëzit kur dalin para Allahu subhanahu, ndali ata kanë më marrën pyetje, kanë më dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Do të pyetesh për gjithçka të cilën e ke vepruar, edhe për ato të cilën ti në dunjë e ke qenë ndoshta të vogël. Edhe për ato që ti në këtë dunjë këto dita e ke qenë diçka e thjeshtë dhe nuk ja ke vënë mendin aty. Tha Allahu në Kur'an: "Alam ya'lam bi anna Allaha yara." A nuk e din ti se Allahu subhanahu wa taala të sheh ty? A nuk e din ti se Allahu subhanahu wa taala i sheh edhe veprat e tua? Kjo është ndershmëria. Këto e quajmë na vetë ndershmëri, të dridhet zemra para mëkatit. Momenti që ty të jepet një muzik për mi mëkatu Allahu subhanahu wa taala, me të dridhen zemra pe frikës dhe Allahu subhanahu wa taala. Momenti që ty të jepet mundësia për me folën diçka, e me ato nuk është i kënaqur Allahu, me të dridhen zemra pe të frikës dhe devotshmërisë të cilën ti e ke ndaj tina. Edhe me të qetësu në anën tjetër zemra me bindjen e plotë që ne kita Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Na ja kena dhënë amanetin, ja kena ofruar këtë amanet edhe qiejve edhe tokës." Amo edhe malet, edhe toka me gjithë shka që kanë to, edhe qiejt e kanë refuzuar këtë amanet. Robi, insani e pranoi amanetin Allahu subhanahu wa taala. Pasi që e pranoi, nuk ju përmbajt asaj. Pasi që e pranoi librin e Allahut, e pranoi këtë amanet, vazhdoi me e shkel ato, duke vepruar edhe duke fol kundër librit të Allahut subhanahu wa taala. Pasi që e pranoi librin e Allahut edhe e pranoi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, robërit filluan me e shitën ato. Me e shitën për një çmim të vogël të kësaj dynjaje. Me vepruar diçka e cila është kundër sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa prej tjerëve duke e harruar që janë robër të Allahut, duke u shndruar në robër të dynjajës edhe të parës atje, e kanë harruar komplet këtë amanet. E kanë harruar komplet këtë amanet të cilën ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ty. Allahu nuk ta ka dhënë ty me zor. Vetë njeri, vetë robi e ka pranuar këtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "La imana liman la amana." Nuk ka besim, nuk ka iman ai i cili nuk e përmban amanetin tina. Wala dina liman la ahda la. Edhe nuk ka fe ai i cili nuk e mban fjalën. I ke premtuar Allahut se kimi ju përmbajt librit tina. I ke premtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kimi ju përmbajt sunetit tina. Si është gjendja jote sot? Si është gjendja jote me ato se çka vepron ti, me ato se çka flet ti, me ato se çka e këshillon ti veten tonë dhe edhe të tjerët? A është në përputhje me librin e Allahut të sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Duke pasur parasysh këtë hadith: "La imana liman la amana." Nuk ka iman, nuk ka besim ai i cili nuk i përmban amanetit. Ta kalon dikush për njerëzën një amanet diçka, përmbaju atina. Është përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala. Wala dina liman la ahda la, edhe nuk ka fe ai i cili nuk e mban fjalën. Sa shumë sot na premtojna. Sa shumë na sot i shtojna fjalët e tona. I premtojna secilin që e shohmi para vetes tonë, i premtojna se kena me ju përmbajt asajna. Momenti që ja kthejna shpinën, e thejna atë premtim. Kjo është një prej cilësive të munafikëve, Allahu na ruaj prej sajna. Hadithi tregon se amaneti nuk është çështje dytësore në këtë fe, por se amaneti është prova e qartë, e sigurt e besimit tonë. Tha Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Çdo njeriu na ja kena lidhur veprën e tina për qafën e tina." Çdo vepër, çdo fjalë të cilën ti e bën në këtë dynjë, e ki të lidh për qafën tonë. Ditën kur dash para Allahu subhanahu wa taala, ki me dhon llogarinë. Askush nuk e mban barrën tënde. Askush nuk e merr përgjegjësinë për ty. E askush
nuk e arsyeton neglizhencën tonë dhe gafletin tonë. E ki mundësin me bo vepra të mira, e ki mundësin me folën mirë, e ki mundësin me vepru e mirë, diçka e cila është e dobishme finë Allahu subhanahu wa taala. Veproj ato, tha Allahu nuk kanë, edhe shpejtoni në veprat e mira. Shpejtoni drejt xhenetit Allahu subhanahu wa taala, gjerësia e të cilit është sa qiejtë dhe toka. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha se shembulli atyre të cilët e ruajnë veten e tyre, i ruajnë kufit e Allahu subhanahu wa taala, edhe atyre që i shkelin këto është sikur të shembulli i njerëzve të cilë janë menjanie. Të cilë shembulli i njerëzve të cilë janë menjanie. Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ngjason anijes së Nuhut alaihi salam. Kush ka hyrë mbi anijen e Nuhut ka shpëtuar. Kush jeton me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prap ka shpëtuar. Kjo është anija e Nuhut alaihi salam. Umar ibn Khattabi gjatë kohës sa ka qenë halife dhe udhëheci muslimanëve, Allahu na takov me të në xhennet, nuk ka qenë pushtetar i cili ka flet në gjumë. Nuk ka qenë halife i cili ka dalë natën në rrugëve të Medinës edhe i ka shikuar se mos ka dikush prej njerëzve edhe po ankohet diçka e për cilën ky ka më dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Një natë prej natëve del Umar ibn Khattabi rrugëve të Medinës natën me shikue gjendjen e njerëzve edhe te një shtëpi e një nan duke i thënë vajzës vet. Ata kanë pasën dele atje edhe qumshin të cilën e ka marrë për atyre deleve e nin atë nan duke i thënë nanës vet se përzije pak me ujë na shtohet sasia dhe shesmi më shumë. Vajza i kthehet, oj nona jam. Nëse Omeri nuk është të na pa për çfarë shkajnë të e bëu na, dije se Zoti i Omerit na sheh neve. Allahu subhanahu wa taala na sheh neve. Omer ibn Khattabi kur e dëgjon këto, vazhdon me qajtën për shkak frikës së madhe të cilën e ka pasur kjo vajzë. Edhe e bën një dua për ato, që Allahu subhanahu wa taala më e bëu ato një non sinqert. Mas disa viteve që kjo vajza e vogël në kohën e Omer ibn Khattabit bëhet nona e Omer ibn Abdulazizit. Prap një halife i drejtë. Prap një udhëheqës i drejtë i muslimanëve. Andaj amaneti i lind edhe udhëheqësit e drejtë. Mbajtja amanetit sot i lind edhe udhëheqësit e drejtë. Mos e faj sot i fëmijën tënë. Para se mi bëj veprimet e veta atje, shikoj e gjendje se me çka i duke eduku ti ato. Me çka i duke e rritën ti ato. Ai kujdesshëm me pasurinë të cilën ja çon ti atina në shtëpi. Ai kujdesshëm me fjalët e cilat ti drejtohesh fëmijës tënë. Ai kujdesshëm se mënyra se si rritet ai. Në kohën e sahabive tregohet se një prej sahabive kishte shumë mall për meshitën. Shumica sahabive prej punëve të cilën i kanë bëu ata janë marrë me tregti. Edhe një herë prej herave për mallin të cilën ka pasën me meshitën, po i thonë se mos ja tregot metat. Mos i tregot metat të cilat i ka po vesh muno për meshit. Tha i na betue për me ju përmbajt amanetit, edhe nuk i na betu për me marrën fitimin. Kjo lidhet me shumë tregtar tonë sot. E ka një vetur me shitës, e ka diçka për me shitën, vesh ta shes, vesh ta heki qafe. A mirë është atje me damet, a nuk mirë është, nuk e ka përgjegjësinë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se besimtarë të vërtet janë ata të cilët i mbajnë amanetet e tyre. Besimtari i vërtet është ai i cili i mbat amanetit. Je betue për me ju përmbajti amaneti, edhe jo për me marrën fitimin atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se tregtari i sinqert do të jetë me pejgamberët në ditën e gjykimit. Tregtari i sinqert do të jetë në pozitë me pejgamberët, me njerëzit e mi, me njerëzit e sinqert atje. Sa prind sot na i dinë që e kanë tradhtu amanetin të cilën e kanë ndaj fëmijëve tyre, duke mos ja mësuar atyre tauhidin e vërtet, duke mos ja mësuar atyre dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, duke mos ja mësuar atyre dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke ja lënë atyre telefona në dorë, telefona pa kontroll, edhe duke i larguar nga fjala e Allahut, nga Kurani atje. Sa burra sot e kanë tradhtuar amanetin të cilin e kanë edhe në familje tyre duke bërë padrejti apo me mungesën e përgjegjësisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, khairukum li ahli. Më i miri pe juve, më i miri pe njerëzve është ai i cili është i mirë me familjen e tina. Andaj, vëllezër, sot gënjeshtrat të cilën e përdorin njerëzit, e thojnë njerëzit, është në vesh edhe me nofkën e strategjisë. Gënjeshtrat të cilën ai gënjen të rran para syve, në anën tjetër thotë se veç për e përdorin një strategji për me ikën kësaj situate. Ti mundesh me i thonë strategji, ti mundesh me i thonë me lloj nofke, por në fund të fundit ajo mbetet gënjeshtër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari i vërtet asnjëherë nuk gënjen.
Sot rishfeti të cilën e përdorin njerëzit që e japin veshët me nofkën e ndëshmërisë. Edhe tradhtia të cilën ja bojnë është me zgjuarsi. Besatimi të cilën ti e ke pasur me dikën prej njerëzve, edhe i ke tradhtu ata, në anën tjetër në veshët me synin e lartpamësisë ose me të zgjuarsisë. Nuk i kom tradhtu e veç jam bo pak më i mëshëm. Nuk i kom tradhtu e nuk i kom lënë rrugë, por se e pash më të arsyeshme me veprua çto. Ti mundesh me i thonë lartpamësi, ti mundesh me i thonë zgjuarsi, ti mundesh me titullu me çfarë dush titulli. Në fund të fundit, besën të cilën e ke pasur, e ke thyje, kjo është tradhtia. Këto janë shenja vëllezër të largimit nga feja Allah subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha duyatil amana fantadhir as-sa'a." Kur të humbet amaneti mes njerëzve, kur të humbet besa mes njerëzve, atëherë vesh nalu edhe pritet ditën e gjykimit. Pritet kiametin. Robert Allahut, kthehuni te Allah subhanahu wa taala para se më u kthye në varret tona, varret e cilat i ndërtojna na me veprat e tona. Dorëzoje amanetin para se me të marrën ajo me fortë, edhe çaj sot për veten tënde para se të çosh netër. Tha Omer ibn Khattabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merreni veten tuaj në llogari sot para se më marr llogari para Allah subhanahu wa taala. Tha Hasan al-Basri se ai i cili nalet në dynja edhe e merr veten e vet në llogari, ka më ju lehtësua llogaridhënia para Allah subhanahu wa taala. Ditën yawma la yanfa'u malun wala banun, ditën ku nuk ka me të bëjë dobi ty as pasuria të cilën e ke grumbullue, e as fëmijët të cilë kine dynja, illa men ata Allah bi qalbin salim, përveç atina i cili vjen te Allah subhanahu wa taala me zemër të pastër. Çdo zemër e pastër, zemër e sinqertë, e bindur në fenë Allah subhanahu wa taala edhe e pastër në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne elusim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët e mbajnë amanetin, elusim Allahun subhanahu wa taala që më na bëj për atyre të cilët rrethon edhe me njerëz të cilët e mbajnë këtë amanet, elusim Allahun subhanahu wa taala me i zbuz zemrat tona, me i forcu ato në fenë e tina, elusim Allahun subhanahu wa taala që siç na ka bashkuar këtë vend, me na bashkuar në xhenetin Firdaus atje ku do të jemi pejgamberët, me shahidat, me njerëzit e sinqertë, me njerëzit e mirë, ku ka shoqëri më të mirë se këta. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.